dashur bashkëdhetar, Serbia ka shpresuar që qeveria e Republikës, kryeministri i vetëvendosjes, bjen në njënën prej 2 kurthave në shtatorin e vitit kaluar. Kurtha e parë ka qenë kjo, që pas paramilitarëve terrorist që hynën në banjës të Zveçanit, në rrugë ilegale, pasi që kishin sjell armatim edhe municion enorm për një luftë të zgjeruar e gjatë në kohë, kur ata mshefën në manastirin ortodoks të shekullit 14, policia jonë do të filloj të shtijej mbi manastir dhe në këtë mënyrë konflikti do të bëhet fetar, në gjajshëm që shja kanë bo me 1 mars vitit 1992 në Sarajev, ku në një dos matje e kanë vro një prift ortodoks edhe pat nis lufta gotri 4 vjeqare. Pas disa muajsh u mor vesh që ai prifti ortodoks nuk ish vro veç ish plagos, po luftën kush që e nolë mos kish. Pra, ata kanë shpresuar që plumbat e policisë Kosovës do të lëndojnë ose vrasin naj prift ortodoks në atë manastir, ose ndo një pelegrin nga 14 sosh që quditrisht kishin ardhë bashkë në mëngjes të së dielës në atë vikendin e 24 të shtatorit të vitit 2023 në Banjës, kur aty u strehun Radojqiqi me kriminalit e tjerë. Pra, kurthi i parë ka qenë që ta paraqesin manastirin ortodoks të Banjskës si një djath zvisran me plumba të policisë Kosovës. Në këtë kurth nuk ka ra as qeveria, as policia. Kurthi tjetër ka qenë ky. Në mëngjesin e hershëm të 24 shtatorit, Ministri punëve të brendshme Xhelali mund ka njoftu që 10 kriminal që s'po dihet se kush janë e kanë vra policin tonë, dhe se ata kanë më shumë armatim se na, dhe se janë më shumë në numër se na. Prandaj shpresa e Serbisë ka qenë që ne do ta dërgojmë ushtrinë e Kosovës për te Ibrit dhe të vijmë në konflikt me NATO-n. Për shkak të asoj letrës që një pararendës imi ja pa të dërgu sekretarit general të NATO-s se ushtria jonë se kalonimë. Mirë po, 7 policë tonë e kanë mbrojt një policë të plagosur dhe nuk kanë lënë që trupi i pajet e Afrim Bunjokut të bije në duart e forcave armike të Serbisë. 7 veta me një të plagosur e një të vrom kanë luftu me ma shumë se 70 veta që kanë pas ma shumë armatim, por ma shumë se një orë deri sa ka ardhur njësia speciale e Republikës Kosovës, e kur ka ardhur njësia speciale janë vrarë 3 terrorista, edhe ata kriminal kanë ikë malit pas 7 vjet. Kanë ikë malit 8 vjet duke i lënë mrapa shok e vetë të plagosur e të vrarë, sepse ata nuk jenë as patriota sërb, ata jenë mercenor. E pra, sot që po flasim, nuk ka burime të brendshme në Republikën e Kosovës, që mund na e cenojnë sigurin, apo mund na e destabilizojnë Kosovën. Me struktura paralele, me elemente kriminale,